Mirëmbrëma gjithëve, jemi si çdo të diel këtu në televizionin kombëtar Vision Plus për të njohur me zhvillimet ekonomike të javës që po mbylli. Qershori në fakt konfirmoi një rritje të mëtejshme të inflacionit. Instat raportoi se inflacioni arriti në 3.2% në muajin qershor, kur ndërkohë peshën kryesore vjen ta mbajnë ushqimet dhe tregu i qerave. Këtë javë u mbyllën dhe aplikimet e fermerëve për të përfituar nga skema kombëtare në bujqësi dhe sipas të dhënave janë 41.000 fermerë që kanë aplikuar me një fond që i ka tejkaluar buxhetin e vënë në dispozicion. Moneda Europiane ka vijuar zhvlerësimin e mëtejshëm gjatë kësaj jave, por guvernatori Seko konfirmoi në komisionet parlamentare qëndrimin e tij se ky kurskëmbimi reflekton përmirësimin që ka ardhur si pasojë e turizmit, remitancave apo dhe investimeve të huaja. Një fushat me komente negative po ka nisur në rrjetet sociale ndaj bizneseve duke u sjellë atyre dëmtime reale ekonomike, ndërkohë policia ka njoftuar se ka nisur hetimin për afro rreth 10.000 llogari që operojnë pranë Instagram duke bërë komente të tilla. Në fakt në emisionin e sotëm ne do të ndalemi pak më gjatë për të folur për turizmin, konkretisht për turizmin e eventeve, për turizmin e koncerteve. Do të ndalemi tek eventi më i fundit i zhvilluar një ditë më parë, ai koncertit të artistit të mirënjohur Kanye West, i cili në fakt ka patur edhe polemika të gjata dhe të plota për gjatë gjithë kësaj kohe. Për herë të parë në fakt Shqipëria organizoi një event të përmasave të tilla ndërkombëtare me një stadium të ngritur enkas, i cili parashikonte mbante 60.000 vende, ndërkohë për sa i përket çmimit të biletave të ofruara, ato luhateshin nga 120 deri në 330 euro, por pavarësisht marketingut të bërë të këtij eventi, ai në fakt nuk ishte në pritshmëritë e duhura, ndaj dhe qeveria u detyrua që të akordonte një fond nga taksat dhe nga buxheti i shtetit pra në masën prej 4.2 milion eurosh. Por vetë qeveria parashikon se eventi do të gjenerojë rreth 120 milion euro, por statistikat të tilla pritet të dalin në një moment të dytë kur të bëhen llogarit për sa i përket qarkullimit ekonomik që mund të ketë sjell ky event nga aspekti i bareve, restoranteve apo edhe i hoteleve. Por pse ky event nuk ishte sipas parashikimeve? Kush e pengoi? A ishin protestat qytetare një nga elementet që ndikuan negativisht? Ndërkohë, turizmi i eventeve në fakt është një element shumë i rëndësishëm për sa i përket turizmit në tërësi. Sipas të dhënave, turizmi i eventeve apo koncerteve të tilla me përmasa ndërkombëtare shërben për promovimin e imazhit të vendit, vendi bëhet pjesë e hartës së eventeve ndërkombëtare, njëkohësisht ka edhe një impakt drejt për drejt ekonomik. Ne do të analizojmë pak më gjatë koncertin e zhvilluar një ditë më parë, pse nuk ishte ai sipas pritshmërive. Do të flasim me operator të fushës në aspektin turistik. Në pjesën e dytë të emisionit do të ndalemi tek një temë që në fakt është shumë e rëndësishme, tek fushata denigruese që po zhvillohet për biznesin në rrjetet sociale, ndërsa në pjesën e tretë do përpiqemi të japim disa këshilla të vlefshme për kredin konsumatore dhe atë hipotekare. Çfarë dominon më shumë dhe për çfarë i marrin kredit më shumë individët për sa i përket kredis konsumatore, por edhe kredin për shtëpi, e cila po njeh një rritje të pandalshme. Kemi zhvilluar biseda me ekspert të bankingut nga Banka Kombëtare Tregtare. Në këtë pjesë të parë të emisionit do të analizojmë pak më shumë lidhur me turizmin e eventeve apo turizmin e koncerteve dhe kam tani në një lidhje direkte ekspertin e turizmit njëkohësisht edhe përfaqësuesi i shoqatës së tur operatorëve, zotin Besnik Vathi. Përshëndetje zoti Vathi. Përshëndetje. Pikë së pari, zoti Vathi, e nisim bisedën me idenë që pse koncerti i artistit Kanye West nuk pati, le të themi, atë interesin e pritshëm. Që të bëj një analizë pse nuk pati interes do jetë pak vështirë, pasi ne nuk është se kemi qenë treg koncertesh apo eventesh, pra fuqia blerëse apo fuqia grumbulluese për turizëm të tillë që të krahasohet me periudha të tjera apo koncerte të tjera. Do mund të jenë edhe shkaqe të veçanta të lidhura ndoshta edhe me specifikat e këngëtarit, specifikat e eventit, por mund të jenë të lidhur edhe me pasojat që erdhën edhe nga protestat. Mos harrojmë që ka pasur edhe një farë angazhimi kundër koncertit edhe nga protesta. Pra mund të ketë faktorë të ndryshëm që mund ta kenë sjell jo në atë pritshmërinë e dëshiruar
shitje totale të biletave për këtë koncert. Pikërisht, ndoshta edhe për këto arsye, qeveria paktën tashmë është zyrtare, e dim që u detyrua të akordonte një fond nga paratë e buxhetit të shtetit prej 4.2 milion eurosh. Në fakt, pse duheshin para publike në gjykimin tuaj, pse duheshin para publike për një event që është tërësisht privat, zoti Vathi? Shiko, kjo është një pyetje jo thjesht për koncertin, por nëse unë do të gjykoja a duhet të japi qeveria para jo thjesht për një event, po për industrinë e turizmit, për promovimin e industrisë së turizmit, për aktivitete të ndryshme tregtare për turizmin, unë jam pro. Jam pro sepse vendet të ndryshme i kanë praktika të tilla. Ka vende për shembull që hyjnë dhe investojnë edhe në humbjet e fluturimeve ajrore drejt atyre vendeve. Për shembull Egjipti prej vitesh merr pjesë në riskun e kompanive tur operatorëve të huaj, të cilët i çojnë turistë dhe u thotë nëse keni vende bosh, ju paguaj deri në 30%. Në disa herë ka bërë edhe Turqia. Pra, që të marrësh pjesë në aktivitete thjesht tregtare, por që lidhen me fatet dhe të ardhurat për turizmin, është një procedurë normale. Pastaj konkrete mund të ishte këtu, apo mund të ishte diku tjetër që të ardhurat në turizëm mund të ishin më të mëdha, kjo diskutohet. Pra, megjithatë, zoti Vathi, e kuptoj që shtete subvencionojnë fluturimet për t'i dhënë një shtys, le të themi, turizmit, por koncertet apo eventet apo ngjarje evente të tilla, besoj një riskun e merr vet artisti ose organizatorët kush e ka marrë përsipër një event të tillë. Pse duhet ta marrë vendi që e mirëpret këtë aktivitet? Shiko, njoftimin me sa kam dëgjuar unë, nuk është se është bërë thjesht nga organizatorët. Qeveria që në fillim e ka reklamuar dhe si një aktivitet i lidhur edhe me PR-in, edhe me promovimin e turizmit shqiptar, e turizmit koncerteve. Pra, nuk kam gjykuar dhe nuk gjykoj që është vetëm aktivitet tregtar. Gjithnjë duke pasur parasysh që në fillim promovimi i këtij aktiviteti është bërë nga qeveria shqiptare. Nuk është se duhet të merrte pjesë në fitimet apo humbjet që mund të realizoheshin, por si arsyetim që kam dëgjuar për këtë pjesëmarrje, për mua ka vend. E kuptoj. Pastaj, në këtë shumë, apo në shumë më të vogël, apo në shumë më të madhe, këtu ka vend për të gjykuar jashtëzakonisht. Sepse ka aktivitete kur, për shembull, ne nuk kemi marrë pjesë në, apo marrim pjesë vetëm në një panajir apo dy panajire për turizmin gjatë vitit. Dhe marrim pjesë në një aktivitet të tillë për koncertin. Pse të mos merret pjesë në 20 panajire dhe natyrshëm nuk jam kundër pjesëmarrjes për promovimin apo përballimin apo mos anullimin e këtij aktiviteti. Por duhet të bërë raporti edhe me aktivitete të tjera që lidhen direkt apo edhe indirekt me promovimin e turizmit shqiptar. Zoti Vathi, i dham 4.2 milion euro, por në finale çfarë fituam nga ky event? Këtu pastaj duhen bërë llogarit dhe ndoshta edhe duhen kërkuar llogarit, sepse nëse ka pasur realisht rritje të ardhurave të turizmit shqiptar nga ky aktivitet, natyrshëm që 4.2 milion mund të quhen efektive. Por nëse nuk kanë ndryshuar asnjë gjë, ose nëse do të anullohej dhe do të kishte humbje të turizmit shqiptar, natyrshëm që
Shqipëria ka bërë mirë, qeveria ka bërë mirë që ka marrë pjesë. Unë jam dhe për atë për shembull që Shqipëria, qeveria shqiptare nuk duhet të lente të falimentonte edhe Air Albanian. Ndoshta duhet ta privatizonte, ta shtetëzonte, ta merrte dhe ta përdorte si një mundësi për zhvillimin dhe zgjerimin e fluturimeve thjesht për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. E kuptoj. Pra mund të ketë edhe ndërhyrje të tilla të cilat mund të duken si aktivitete thjesht tregtare, por ka shtete dhe vende të ndryshme, jo siç përmenda Egjiptin, po edhe vende që e mbajnë kompaninë ajrore me humbje çdo vit, i përballojnë qeverit. Pse? Sepse duan ta mbajnë thithjen e turizmit drejt vendeve të tyre, edhe nga shtete të cilat e kanë të vështirë ekonomikisht të përballojnë të fluturim. Megjithatë, zoti Vathi, se sa efektiv ka qenë ky event nuk e parashikojmë dot dhe nuk e themi dot derisa dalin llogaritë që do na nxjerrin stati për qarkullimin e mundshëm që mund të ketë pasi gjithë zinxhiri turistik, bare, restorante apo dhe hotele. Por në fakt, zoti Vathi, kujt le të themi ja shesim këtë lloj turizmi? Ja shesim një grup moshe që ndoshta 18 deri në 30 vjeç, është ky segmenti i turistëve që ne duam, që na vlen? Do të them përveç imazhit, kujt ja shesim evente të tilla, përveç përmirësimit të imazhit të Shqipërisë? Nëse ne gjykojmë që qeveria duhet se s'bën ta bëj turizmin gjithvjetor, ta diversifikoj, të kërkoj mundësi dhe drejtime të ndryshme që turizmi të jetë i shumëllojshëm, dhe turizmi e vendeve është një ndër llojet e turizmeve që e mbush tërë spektrin e llojeve të ndryshme të turizmit. Unë mendoj se normalisht mund të promovohen edhe aktivitete të tilla, apo edhe aktivitete që mund të kenë edhe një target group, një grup me të ardhura më të shumta. Unë i takoja asaj pjese që qeveria për promovimin në turizëm duhet të ndërhyjë sa më shumë. A bëri gabim që ndërhyri këtu? Kjo është një logjik tjetër, pastaj pse të mos ndërhyj edhe në aktivitete të tjera që janë shumë të rëndësishme, si thash, panajiret e turizmit. Nëse gjithë vitin ne shpenzojmë për promovimin në për panajire, le të themi 400.000, 300.000 euro, dhe vetëm për një aktivitet të tillë 4 milion, është një disproporcion i madh i konsiderimit për promovimin e turizmit. E kuptoj. Megjithatë, zoti Vathi, në analizat që ju mund të keni apo të dhënat që mund të kenë për sa i përket tregut turistik, a shpenzon më shumë një turist që bëhet pjesë e këtyre eventeve, këtyre festivaleve, se sa një turist që vjen për pushime verore apo dimrore? E vërteta është që edhe shqiptarët janë konsumatorë të këtij lloji turizmi në vendet e tjera. Vërtet mund të ketë mosha të ndryshme të cilat janë mosha të reja nga 18, 20 deri në 35 janë konsumator të këtij produkti, por mos harrojmë që ka me mira shqiptarë që shkojnë në ndjekin koncerte në Poloni, në Rumani, në Itali, në Francë, në Spanjë, dhe a konsumojnë shumë apo pak, kjo varet nga vetë niveli i tyre. Mund të ketë edhe konsumatorë që flenë në për lokale gjithë natën që të ndjekin koncertin dhe nuk konsumojnë fare as hotel as gjë. Por në totalin vendi përfiton ekonomikisht, sepse jo të gjithë janë konsumatorë që qëndrojnë, nuk shkojnë në për hotele. Pra ka dhe konsumatorë të cilët realisht konsumojnë në për masa
të konsiderueshme që i sjellin të ardhura ekonomisë. Për ta përmbyllur zoti Vathi, ju jeni pro ides që qeveria mund të ndërhyjë me fonde për të mbështetur dhe aktivitete, qofshin këto edhe private, mjafton që i vjen në ndihmë promovimit të turizmit, por disproporcioni që është përdorur në rastin konkret në raport me aktivitetet tjera nuk duhet të jetë kaq i thellë, apo jo? Realisht, pra, është kjo që unë do të doja që ndërhyrjet të ishin më të mëdha të qeverisë, nuk i takoj atij grupi që mendon që shteti të ndërhyjë në çdo gjë, por për promovimin e turizmit duhet ndërhyr dhe nëse pati një shembull të tillë me 4 milionë shpenzimet që duhen bërë për turizmin, për promovimin e turizmit, duhet t'i afrohen numrit total të turistëve që Shqipëria pret. Nëse ne presim, le të themi 7 milion apo 6 milion turist, kaq duhet të jetë shpenzimi për marketimin dhe promovimin e Shqipërisë, apo 10 milion apo 12 milion, duke pasur parasysh çfarë shifër do të jetë totali. Pasi kështu llogariten shumat për promovimin. Unë jam, ne si shoqat apo si grup në interesi, vazhdimisht e kemi ngritur problemin e investimit në promovimin e vendit. Promovimi nuk është dhe nuk mbetet vetëm në duart tona, ne shpenzojmë, por ne nuk shpenzojmë për Shqipërinë. Ne shpenzojmë për bizneset tona që cilin turist për veten tonë. Shqipëria, qeveria shqiptare i takon të promovoj turizmin shqiptar me qëllim që turistët të vinë jo thjesht në portat apo kompanitë tona, por në mira aktivitete që janë të lidhur me këtë industri. Zoti Vathi, unë falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit dhe për jush. Faleminderit. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë në pjesën e dytë të emisionit, do ndryshojmë pak temë dhe do të flasim për një çështje në fakt që është me shumë rëndësi, pasi një pjesë e mirë e bizneseve në vend janë vënë në një shënjestër sulmesh me komente denigruese në rrjetet sociale. Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe do të ndalemi në këtë hapësirë tek një problematik në fakt që është vërejtur kohët e fundit në rrjetet sociale, ku me 10 biznese janë vënë në shënjestër të komenteve dhe negative, gati denigruese. Policia e shtetit ka njoftuar se ka nisur verifikimin për mbi 10.000 akaunte apo llogari që funksionojnë pra në platformat sociale si TikTok apo Instagram për të parë se nga vinë pra këto komente, por ndërkohë dëmi që po i shkaktohet bizneseve në kulmin e sezonit turistik është vërtet serioz. Ndjekim një material dhe rikthehemi në studio për të analizuar pikërisht këtë çështje. Një sulm virtual me përmasa të mëdha, i ngjashëm me sulmet kibernetike terroriste, është zbuluar nga policia e shtetit, ku i është bërë bizneseve shqiptare. Janë identifikuar si pjesë e një skeme që dyshohet se po përdoret për të publikuar masivisht komente dhe vlerësime negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve turistike, me synim dëmtimin e reputacionit të tyre dhe goditjen e imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik. Alarmin e dha drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogarit dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshim, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Autoritetet kanë konstatuar raste kur e njëjta llogari ka publikuar komente negative për biznese që ndodhen në qytete të ndryshme të vendit, komente që janë bërë brenda një intervali shumë të shkurtër kohor. Sinkronizimi i postimeve dhe ngjashmëria përmbajtjes po hetohet pasi tregojnë se kemi të bëjmë me një sulm të organizuar. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregues kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Hita shton se është urdhëruar intensifikimi i hetimeve për identifikimin e autorëve që fshihen pas sulmeve virtuale të orkestruara.
Mirë, jemi në studio dhe do të analizojmë në këtë pjesë të dytë me dy të ftuarit e mi, që është zoti Klodian Muço, ekspert ekonomie, dhe Nadia Elbasani, pedagoge IT. Faleminderit, faleminderit që jeni Kozon. Zoti Muço, nisim së bashku pasi efekti që ka e gjithë kjo fushat, sigurisht që është impakt i menjëhershëm tek aktiviteti ekonomik. Sa i kushton një biznesi, ose si mund ta masim, nëse mund ta masim impakti negativ? Të bëj një parantezë të shkurtër, sot që ne po flasim, kemi rreth 1.170.000 të punësuar në nivel kompleksiv, nga të cilët rreth 183.000 janë të punësuar në administratën publike apo në administratën lokale apo bizneset publike. Pjesa tjetër është, pra, rreth 90% të punësuarve në vetë janë në biznesin privat. Kështu që biznesi privat është shtylla kryesore e ekonomisë së vendit. Kalojmë në rastin konkret. Sot që ne po flasim, turizmi për te analizës numrave të dhënë, ndoshta që janë turistë, janë vizitore të tjerë, fakt, edhe raporti i Organizatës Botërore të Turizmit të nxjerrë që Shqipëria ka rreth 17% e prodhimit përgjithshëm bruto, vjen pikërisht nga sektori i turizmit. Sot që ne po flasim, jemi në kulmin e sezonit turistik. Dëmtimi i bizneseve që operojnë në këtë sektor automatikisht dëmton ekonominë e këtij vendi. Sa e dëmton gelet për tu parë, po duhet të kemi parasysh që nga raportet, gjithmonë duke u referuar raporteve të Organizatës Botërore të Turizmit, po jo vetëm raporteve të huaja, një pjesë e mirë e turizmit tashmë nuk është vetëm nuk është shkëtyrë në një formë jetese. Dhe shumica e turistëve, sidomos të huaj, bazojnë kryesisht në referenca, pra në komente, në review-t, në komentet që bëhen online. Dëmtimi, do me të review negative, komente negative për bizneset të caktuara automatikisht ndikojnë tek këto, të reduktimi fluksit të personat që shkojnë në restorante, hotele të tjerë. Kështu që automatikisht kjo ndikon te rënja e xhiros së tyre. Kështu që me shumë gjasa, shumë prej tyre mund ta kalojnë edhe të bëjnë akuza penale apo të shkojnë edhe më tej për të kërkuar llogari, sepse u dëmtohet imazhi, u dëmtohet. Do ta diskutojmë pak nëse ka vend për përgjegjësi penale në këtë situatë. Nadia, teknologjia e dim që i ka dhënë mundësi gjithkujt të flasë dhe të thojë çfarë të dojë. Gati rrjetet sociale na janë kthyer si në gjyqje publike. Po si funksionojnë fushatat të tilla? Se duket që është një fushatë e mirë organizuar, sidomos në platformën TikTok. Janë organike, janë me grupe, si funksionon nga ana teknologjike? Shiko, në fakt deklarata u bë dhe u tha mbi një përgjegjësi penale që lë vend për interpretim, sepse kur kemi të bëjmë me sulm kibernetik, duhet të themi atë që është ligjërisht një sulm kibernetik. Një sulm kibernetik është kur kemi vjedhje të dhënash personale, kur hymë në sistemin në mënyrë të pa autorizuar etj. Me radhë, pra kemi realisht një sulm kibernetik. Rasti konkret është një thirrje për bojkot. Dhe është një thirrje për të kanceluar bizneset caktuara sepse një grupim njerëzish mendojnë që kjo është mënyra e saktë. Duhet përmend disa raste ndërkombëtare që kanë ndodhur raste të tilla. Pra, kur publiku vendos që duke qenë se një këngëtar, një aktor nuk merr nismën që ato duan apo nuk ka qasjen që ata duan për një fenomen të caktuar, për shembull për luftën në Gaza, shumë aktor dhe këngëtar kanë humbur ndjekësit e tyre në rrjetet sociale. Pra është një fenomen që është njohur dhe më parë. Por ta barazosh me sulm kibernetik do shumë prova, sepse do duhet të vërtetosh nëse ka apo jo një sulm të mirë strukturuar në kuptimin që ke një qëllim përtej dëmtimit të imazhit. Dëmtimi i imazhit do duhet më pas të kaloj tek dëmi civil, pra ku secili biznes në mënyrë individuale, të gjithë aktorët që kanë ose më saktë të gjithë personat që kanë vënë një review jo pozitive, ti vërtetoj që nuk kanë qenë në lokalin e tij, nuk kanë qenë në biznesin e tij etj. Me radhë. Pra ke një punë galopante përpara kur merresh me individ konkret. Mbase kibernetik kështu me terma juridik dhe ligjor, mbase nuk është, po që ai është një sulm i mirë organizuar. Shiko, deklarata do duhej në fakt do ishte më e arsyeshme që të bëhej nga shoqata e turizmit, hotelerisë etj. Me radhë. Shoqata e bizneseve që janë të prekur, që janë të cënuar. Por kur bëhet nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, merr një tjetër konotacion dhe ndonjëherë unë besoj që duke e lançuar edhe më shumë akoma, mundesh që të krijosh efektin e kundërt. Që do të thotë
mundet të tërheqësh edhe më shumë vëmendje se që kishe deri më tani. Që ishte thik me dy presa. Po, thik me dy presa, po si veprohet në rast të tilla, zoti Muxho? Një reagim apo një thirrje mund të konsiderohet normale, se në rastin konkret nuk është të dëmtohet vetëm një biznes, po besoj gjithë zinxhiri furnizues. Është një situatë as pak e thjeshtë. Para disa ditësh protestuesit u diskutua midis të tjerë të shkonin në aeroport. Po. Dhe shumë prej bizneseve në zonat bregdetare afër Tiranës, në Tiranës dhe Durrësit deklaronin që kemi humbur një pjesë të turistëve gjermanë sepse kanë frikë se mos mbyllet aeroporti. Aeroporti është në nivelin e spitalit e një farë mënyrë, domethënë mbyllja e aeroportit apo bllokimi mos funksionimit të aeroportit automatikisht ka një sër efektesh negative deri te siguria e jetës së personit. Të gjithë e dimë që një pjesë shqiptarë kurohen për arsye të ndryshme edhe jashtë territorit të Shqipërisë, prandaj e krahason në një farë mënyrë aeroportin me spitalet. Kështu që në thelb, në vetvete, pa dashur të kalojmë në atë negativizmin apo në atë pesimizmin ekstrem, në fakt, të gjitha këto lëvizje, qoftë apo deklarata apo thirrje për të bojkotuar një këngëtar, një koncert, një biznes të caktuar, të gjitha kanë efekte negative që nuk janë të matshme në kohë. Është në ekonomi studiuar në leksionet e para të marketingut thuhet që kur ti shkon ha mirë në një restorant, në një restorant të caktuar ti u thua mesatarisht 3 personave. Në qoftë se ti ke një perceptim negativ për një restorant të caktuar, kjo automatikisht shumë fishohet në 7 persona. Por praktikisht një koment negativ ka një relacion zinxhir që pastaj multiplikohet dhe efekti i tij final është e vështirë për ta matur, por që dëmton kurse si biznesin, se sa është dëmtuar shumë apo pak, kjo ngelet për tu parë, por që në thelb dëmton dhe në një situatë në të cilën është ekonomia shqiptare, në një struktura ekonomike e Shqipërisë ku lidhet ngushtë me turizmi dhe me bizneset të caktuara që janë, le të themi, komplementare të turizmit, kjo na bën që efektet jenë vërtet shumë të mëdha për efekt gjithmonë negative për realitetin shqiptar. Nuk duhet harruar që sot në Shqipëri kemi rreth 17.000 biznese të huaja, por që tendenca është që ne aspirojmë që të vinë sa më shumë të huaja, apo aspirojmë që investitorët të huaj të jenë gjithmonë në rritje. Në momenti kur ndodhin situata të tilla, kjo krijon një imazh negativ pastaj për gjithë realitetin shqiptar, pavarësisht se efekti këtyre perceptohet shumë apo pak. E kuptoj. Nadia, algoritmi është një fjalë që është përdorur çiksi shpesh të kohët e fundit për shkak edhe të protestave, po në gjykimin tënd kjo quaj urrëties pse e njeh kaq shumë për hapje të menjëhershme? Shiko, ndryshe nga fjalët pozitive që nuk përhapen. Për gjuhën e urrëties do duhet kishin folur që në fillim të rrjeteve sociale. Pra që kur kanë filluar të përhapen rrjetet sociale, automatikisht do duhet flitej edhe për aspekte negative të saj. Jemi kujtuar pak vonë, tani jemi në epokën e inteligjencës artificiale, shumë më shumë se sa rrjeteve sociale, po s'ka problem. Do vazhdojmë dhe do flasim edhe për rrjetet sociale, sepse gjithsesi kanë atë rëndësinë e vet në shoqëri. Dua të theksoj diçka për rastin konkret, në fakt. Ka disa platforma, siç janë për shembull Booking, të cilat nuk mundesh që të lësh review pa qenë realisht konsumator apo përdorues, po. Ndërkohë që Google nuk e ka këtë filter dhe thjesht kushdo që nga ne i cili kujtohet për një lokal të caktuar, për një restorant e tjerë me radhë, mundet që të lë review edhe pas një kohe që ka kaluar. Pra janë disa filtra që Google nuk i ka, ndërkohë për shembull një platformë tjetër siç është Booking e ka këtë gjë, edhe nuk të lejon që të japësh një review pa qenë realisht pa e rezervuar, po themi, hotelin, se kryesisht Booking përdoret për hotele dhe për shtëpia. Ndërkohë, për sa i përket gjuhës urrëties, është një debat shumë i madh dhe rrjetet sociale në fakt kanë tendencën për të tërhequr vëmendje sa më shumë tjetë mundur. Kur krijohet një platformë, nuk krijohet më vetëm nga një IT, por krijohet nga një grup njerëzish që janë sociolog, psikolog, graphic design e tjerë me radhë, të cilët të gjithë kanë vetëm një qëllim, të tërheqin vëmendjen e të gjithë përdoruesve, sa më gjatë jetë mundur. Duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve ne në një aplikacion caktuar, ai aplikacion është më i suksesshëm. Kështu që suksesi i një aplikacioni
aplikacioni matet se sa gjatë një përdorues rri në aplikacion. Tani, çështja është edhe pak psikologjike në fakt, pse një koment negativ tërheq më shumë reagime. Si benzina që ndes zjarrin me njëherë. Dhe jo një koment pozitiv. Do me thënë është, ka vend për interpretim. Dhe prandaj e përmenda pak më përpara që kur krijohet një platformë, nuk krijohet më vetëm nga një IT, po krijohet nga një tru i mirë strukturuar, po themi, ku një psikolog thot ato që duhen për të patur një aplikacion i cili na bën të varur. Një sociolog thot ato që duhet që një aplikacion të na bëjë të varur. Sigurisht që këto mund të përkthehen edhe si aspekte negative. Pra beson që te kjo fushata mund të ketë individ me profesione të ndryshme nga këto që ju përmendet për të arritur këtë qëllim që kanë arritur deri tani? Se një pjesë e bizneseve ja u kanë cënuar review-t që kanë pasur në... Review-t për hir të vërtetës... konkret që po ankohen, që po dëmtohet imazhi. Konkretisht si përmas. Review-t në fakt më shumti shikohen nga të huajt, që do të thotë kur një huaj vjen në Shqipëri, ose edhe ne kur shkojmë jashtë Shqipërie, kur duam të frekuentojmë një lokal apo një restorant të tjerë me radh, shikojmë kryesisht se sa i pikzuar është në Google. Dhe sigurisht që është një indikator, por her pas here duhet që secili nga ne të japi atë review-n e vet, po themi, dhe të dhënit një review, unë nuk dua ta shoh shumë nga aspekti i turizmit dhe nga aspekti i ekonomisë, po jo nga aspekti ligjor. Pra, të thuar që do kesh një dënim penal se ke dhënë një review negative, kjo nuk qëndron sepse nuk ka prova të mjaftueshme që është një vepër penale. Do duhet të jetë një vepër penale e parashikuar në kodin penal. Dhe kjo gjë nuk është. Ama efektet që mund të krijojë tek një biznes i caktuar, patjetër që po, mirë po, nga krahu tjetër, mos harroni që kur ne futemi në botën online, jemi të hapur kundrejt çdo gjëje. Që do të thotë, i ke marrë parasysh të gjitha. Mund të marrësh parasysh edhe një fushat të tillë, mund të marrësh parasysh edhe që do kancelohesh, edhe që mund të kesh sukses, edhe që mund të kesh edhe më shumë turist nga rrjetet sociale apo platformat online. Pra, gjithçka mund të ndodhi përsa kohë ke pranuar që t'jesh online. Dhe prandaj ka prandaj e thash që në fillim është thik me dy presa dhe do duhet të gjithë të jenë shumë të kujdesshëm se si shprehen në publik, sepse ndonjëherë kancelimi i një biznesi bëhet lehtësisht online. Zoti Muço, po ndodhin kjo fushat, po ndodh pikërisht në zemër dhe në kohën në kulmin e sezonit turistik, pasi edhe vetë bizneset që janë pjesë e shënjestrës së fushatës janë kryesisht bizneset turistika, duke patur parasysh dhe faktin që të huajt janë kaq shumë të ndjeshëm për të lexuar apo për të informuar. Sa e gjithë kjo situatë e bën realitetin shumë të mpret. Shqipëria, kultura jonë është që lidhim shpeshherë individin me biznesin. Pra, në shumicën e rasteve ne më tepër se sa biznesi njohim individin që drejton apo që është pronar i këtij biznesi. Shpeshherë në media, sidomos në ditët e fundit, shikohet në shumë rrjete sociale, shikohet që goditen specifikisht pronar të caktuar të një kompanie të caktuar. Dhe të mendosh arsyet pse po goditen? Nga më të ndryshme, po të shikosh dhe ndërkohë në momente që protestën, një patronazhist, fjalë të tilla, komente të tilla. Edhe në momentin që po prisja të hyjnë këtu, pikërisht shikoj emra të caktuar sipërmarrësit që po goditeshin për arsye nga më të ndryshmet. Për te aspekti që është pozitiv, është negativ, është biznesi në vetvete, duhet bashkëpunoj gjithmonë me qeverin, qoftë kjo nuk ka ngjyra biznesi. Biznesi bën biznes, nuk ka ngjyra politike. Kështu që për te të gjitha këtyre aspekteve, fakt është që dëmtimi individëve të caktuar që përfaqësojnë biznes apo dëmtimi i biznesit në vetvete ka një efekt ekonomik dhe ky efekt ekonomik është negativ. Në një periudhë të caktuar ku jemi në kulmin e sezonit turistik, jemi në javën e dytë të korrikut ku pretendohet korriku dhe gushti të jenë muajt kryesor që gjenerojnë pjesën ndërmuese të ardhura që gjeneron sektori turizmit në Shqipëri, është një shenjë jo e mirë. Kjo jo vetëm për të huajt shikojnë në review-n, por që edhe shqiptarë kanë tendencën që të lexojnë mediat, jemi shumë të lidhur me media sociale apo duke parë mediat vizive. Në momenti kur ti shikon që goditet në mënyrë të përsëritet në mënyrë të vazhdueshme një sipërmarrës që ka konotacion negativ ndaj tij apo një sipërmarrë në një sektor të caktuar të ekonomisë, tendenca është që në mënyrë inkoshente ti të
të kesh të largohesh pikërisht nga ky biznes apo nga ky shërbim që ofron pikërisht ky. Dhe kjo ndikon edhe kjo fushat për një konkurrencë të pandershme, se shfrytëzon konkurrenti situatën apo jo. Patjetër. Pra dëmton biznesin, dëmton sipërmarrësin, dëmton biznesin. Dhe ne nuk na do të thënë në një situatë në të cilën na aspiron Shqipëria që për aspiron të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian e tjera, nuk na interesojnë që ne të njihemi ndërkombëtarisht apo të flitet ndërkombëtarisht pikërisht për këto arsye, se është një sulm ndaj biznesit edhe kjo në një formë, pastaj mund t'i vëmë çfarë termi të saktë duhet, por në thelb, në vetvete është sulm ndaj biznesit. Nadia, ju e thatë që po ke hyrë në rrjetet sociale, tashmë i ke marrë parasysh të gjitha. Po në fakt këto platforma a ka ndonjë përgjegjësi, a ka ndonjë seleksionim? Patjetër. Domethënë çfarë përgjegjësie mbajnë platformat në rastin konkret? Unë prandaj ju dhash një rast që Booking e ka më të kontrolluar, më të filtruar atë i cili lë një review, ndërkohë që Google është i hapur për të gjithë, edhe mundet që të lësh. Po ja në rastin konkret, për shembull TikToku. Meqense se fushata po zhvillohet më së shumti në TikTok. Atëherë TikToku ka një sër problematikash njerë. Domethënë problematika e parë e TikTokut janë serveret ku ndodhet TikToku. Kështu që diskutimi i TikTokut dhe sidomos në Shqipëri që u bllokua për një vit dhe u bë një marrëveshje e cila nuk është publike, po duhet të jetë publike, sepse duhet të shohim kush janë filtrat e rinj që janë vendosur pa u lançuar edhe një herë për të gjithë publikun shqiptar. Domethënë TikToku është pak temë delikate, sepse jemi të pa informuar qartë kush është marrëveshja që u bë për rihapjen e TikTokut në Shqipëri. Ndërkohë, për sa i përket vetë platformës, pra vetë Google, padyshim që mundet në momentin që shikon një mori komentesh, ose më saktë, kur flasim për komente, mos harroni që kemi dhe elementin e shpifjes, por nga krau tjetër, asnjëherë nuk kemi marrë realisht, dhe policia e shtetit nuk është marrë asnjëherë me shpifjet online. Nuk i ka patur kapacitetet për të gjurmuar një profil real ose jo, kur ai ka bërë një koment fyes, denigrues, racist, shpifës e tjerë me radhë. Kështu që nga njëra anë kemi kapacitetet e ulta, nga krau tjetër ne kërkojmë që të mos ndodhin, mos kemi review. Domethënë, është diskutim që... A ka ndonjë rrugë që si mund të mbrojtë biznesin në një situatë caktuar? Unë përmenda fakti që kultura kancelimit quhet, pra kur një grupim i madh njerëzish vendos të kanceloj një person. Sepse... Si mund të mbrojtë ky person? Atëherë, kur bën një deklaratë, për shembull, Selena Gomez ka bërë një deklaratë e cila u bezdisën shumë individë dhe normalisht ajo humbi ndjekës. Normalisht me kalimin e kohës, ajo do duhet të rifitojë ndjekësit duke bërë deklarata të tilla më të kujdesshme në të ardhmen. Nuk ka një mënyrë se si të mbrohesh. Në momentin që unë vendos të largohem nga rrjeti yt, nga profili yt, thjesht largohem dhe kaq. Humbja e ndjekësve ndoshta është elementi më minor, por element ekonomik, sa kohë nevojitet për të rimarrë veten nëse ndikon në konsum. I përdorin rrjetet sociale edhe për të gjeneruar të ardhura. Humbja e ndjekësve automatikisht përkthehet në humbje të ardhurash. Një pjesë të tyre. Por rikuperimi nëse do të ndikojë drejt për së drejti në impakt, ajo do të kërkoj kohë. Rrjetet, po të keni parasysh mbylljen e TikTokut në Shqipëri ka ardhur mbas një situate deri diku të ngjashme që se si në një vend, në një nga vendet e Ballkanit u influencuan zgjedhjet derisa aty rrezikoi që të zgjidhej presidenti i vendit me influenca të caktuara pra. Dhe dhunës që injektonte tek të rinjt. TikToku në Shqipëri u bllokua për këtë arsye. Por ka pas edhe një kazus në aspektin që është përdorur politikisht në një nga vendet fqinje. Kjo nuk u pranua kur. Po, është përdorur në një nga vendet fqinje, ka pas një kazus, do me thënë që të u influencuan zgjedhjet presidenciale. Për te këtij aspekti, do me thënë fakt është që përdoren për të influencuar, kështu që në qoftë se përdoren për të influencuar negativisht, automatikisht ka konsekuenca dhe konsekuenca në rastin konkret janë konsekuenca negative ekonomike që dëmtojnë fillimisht biznesi, pastaj dëmtojnë ekonominë shqiptare. Nadia, në dijenin tënde, a ka pas në Shqipëri të paktën, a kemi raste konkrete kur provohen në raste të tilla për dëmtim imazhi dhe dëmtimi imazhi nga aspekti i dëmtimit civil, patjetër që po do duhet individi vet, pra biznesi vet ta provojë dhe të çojë në gjyq secili nga ata që kanë bërë review. Ndërsa përsa i përket në grup, kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë as në Europë. Pra që unë si individ i cili jam kanceluar, po themi, në mënyrë kolektive të hedh në gjyq
një grupim të caktuar individësh, për më tepër, po ta dëgjoni deklaratën e drejtorit përgjithshëm Policisë Shtetit, i ndau në dy kategori, në kategorinë e personave të cilët ishin me emrin e tyre real dhe kategorinë e dytë që kanë qenë me profil jo tyre, pra me profil falso dhe për cilin do duhet të hetohen edhe të gjendet kush është pas atij profili. Procesi i cili ka qenë historikisht i pamundur nga kapacitetet që Policia e Shtetit ka, sepse do duhet të kërkosh IP-t e secilit. Pra e vështirë për ta evidentuar? Patjetër, prandaj edhe kur ne jemi në rrjetet sociale do të jemi gjithkohës të kujdesshëm, sepse efektet negative mund të jenë të çfarëdoshme nga cila do anë. Edhe një pyetje të fundit për të dy. Në fakt, zoti Muço, e drejta për të protestuar, meqense kjo fushat lidhet edhe me protestën, e drejta për të protestuar dhe e drejta për të bërë biznes. Po të cënojnë të dyja njëra tjetrën? Shiko, protesta fillimisht ishin një aspekt shumë pozitiv për herë të parë ne pam që shqiptarët kanë filluar që le të themi të sensibilizohen apo të tregojnë që në momente të caktuar janë kundër një procesi të caktuar dhe protesta ishte paqësore. Në momentin kur protesta filloi të kishte këto konotacione negative, të kalonte në të dhunshme, duke kritikuar, duke kaluar domethënë në urrëtie ndaj biznesit, duke shpërsuar gjuhën të caktuara, duke deklaruar së fundmi për një këngëtar të caktuar të huaj, të gjitha këto pastaj kanë efekte shumë negative. Domethënë protesto derisa nuk dëmton imazhin e tjetrit, se pastaj kjo ka një sër efektesh negative që mund të kenë, domethënë që nga efektet negative kanë kosto ekonomike që shpeshherë mund të jenë, le të themi, relativisht shumë të larta, për qoftë edhe për vendin në tërësi. Nadia, për ta mbyllur? Për të mbyllur, nga aspekti i turizmit e mirë kuptoj, ndërsa nga aspekti juridik lë vend shumë për dëshiruar, qofse do ketë ndjekje penale apo prokuroria do të merret apo edhe policia të merre një nga një individualisht me secilin. Por nga aspekti po themi i turizmit, prandaj edhe kur jemi në rrjetet sociale jemi në një botë që nuk është parajs, jemi hedhur në një oqean që patjetër ka dhe peshkaqen, kështu që padyshim duhet të jemi shumë të kujdesshëm si shfaqemi online, sepse kundërpërgjigja mund të jetë e formave të ndryshme që një grupim i caktuar njerëzish vendos që ta ketë. Unë ju falenderoj të dyve që ishit në këtë pjesë të emisionit edhe për komentet që dhat. Faleminderit Nadia, faleminderit zoti Muço. Nderuar teleshikues, ne kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do ndryshojmë temë në pjesën e tretë të emisionit, do të flasim për kredit, vetëm pas pak. Jemi në pjesën e fundit e emisionit për sot dhe do të ndalemi në këtë pjesë tek sistemi bankar. Në fakt, vera dhe pranvera janë dy sezone kur ka një tendencë në rritje të shqiptarëve për të marrë kredi konsumatore, por për çfarë marrin më shumë kredi individët në vendin tonë, ndërkohë paralelisht, pavarësisht rritjes vit pas viti që ka ndodhur të çmimeve të banesave, kërkesa për kredi për pasuri nuk ka njohur stepje. Por si do të jetë kjo tendencë për periudhën e vijim? Përgjigje do t'i japim në materialin në vijim, pasi kemi zhvilluar dy intervista me dy prej eksperteve të Bankës Kombëtare Tregtare, të cilat na japin përgjigjet e nevojshme dhe disa këshilla që duhet kemi në konsiderat teksa aplikojmë për kredi konsumatore, por edhe për kredin për pasuri apo atë hipotekare. Unë juftoj të ndiqni materialin në vazhdim, ndërkohë bashkë do të ndajemi këtu. Mirupafshim. Në një kohë kur pasiguria ekonomike është një tokë fjalësh që na shoqëron gjatë gjithë jetës tonë, ndërkohë kostot e jetesës janë një presion mbi buxhetet familjare, vendimi për të marrë borxh kërkon një kujdes të shtuar. Një hua e marrë sot do të thotë më shumë punë nesër. Sot të dhënat tregojnë se mesatarisht 25% e familjeve shqiptare kanë një kredi për të paguar. Totali i kredisë së dhënë po ju afrohet gati 1 trilion lekëve. Shifrat e kredis kanë ardhur gjithnjëherë në rritje duke konfirmuar oreksin që kanë individët dhe familjet për financim. Kredia konsumatore është ajo që ka dhe interesin më të lartë të qytetarëve. Migena Kasharaj, zëvendës drejtuese e Departamentit për Kredi në Bankën Kombëtare Tregtare, ndan me ne disa tendenca.
Migena, kredia konsumatore është një nga produktet më të kërkuara për individët, por edhe për familjet. A mund të thoni konkretisht në bankën tuaj, pra në bankën kombëtare tregtare, për çfarë merret më shumë kredia konsumatore nga individët? Kredia konsumatore është krijuar e tillë për të ndihmuar individët për nevojat imediate. Kryesisht ajo lidhet me përmirësimin e kushteve apo cilësisë së jetesës së klientëve, dhe përdoret më së shumti për qëllime për rregullim shtëpie, për mobilim, blerje pajisjesh, elektroshtëpiake, realizimin e shpenzimeve për edukim, për udhëtime ose për planifikime të tjera familjare. Pra në thelb është një produkt që ndihmon klientët që të realizojnë një plan në një moment të caktuar kur mund mos i kenë të gjitha fondet e tyre në dispozicion dhe duke ndihmuar ato që këtë investim ta shpërndajnë në kohë me pagesa më të përshtatshme gjatë periudhës së shlyerjes kredisë. A ka një sezonalitet marrja e kredisë konsumatore nga individët? Po, është e vërtet, gjatë pranverës dhe verës vihet re një rritje interesim i kërkesës klientëve për kredi konsumatore. Kjo sepse është e lidhur me sezonalitetin e investimeve që ato bëjnë, si për shembull rregullimin e shtëpisë, rinovime në ambientet e banesës, mobilime apo udhëtime apo pushime. Në përgjithësi, klientët janë të prirur që të planifikojnë investimet e tyre më të mëdha në periudhën e muajve të ngrohtë të vitit. Kredia konsumatore ka disa avantazhe, ajo merret më lehtë dhe më shpejt se kreditë e tjera, nuk kërkon garanci dhe jepet me një afat kohor mesatërisht 7 vjet. Është kjo arsyeja pse ky produkt bankar është edhe më i kërkuari, por çdo aplikues përfshihet në një analizë të mundësive financiare për të paguar, që është edhe elementi thelbësor për miratimin e huas. Sa e lehtë apo sa e vështirë apo çfarë mekanizmash përdorni ju si institucion për të verifikuar aftësinë paguese të një aplikanti që merr kredi? Një nga kriteret kryesore për vlerësimin e klientit është aftësia paguese e klientit. Pra, banka duhet të sigurohet që të ardhurat e tij të jenë të deklaruara, të sigurta, të qëndrueshme dhe në një nivel të mjaftueshëm për të përballuar kostin. Siguria e të ardhurave dhe deklarimi i tyre është një nga kriteret bazë për ta bërë klientin të pranueshëm si një klient për të financuar. Po ju për shembull në BKT, çfarë informacionesh merr paraprakisht individi përpara se të përfitojë kredin? Në momenti që klienti vendos të aplikojë për një kredi, banka nis procesin e vlerësimit të klientit, që do të thotë vlerëson aftësinë e tij paguese, gjithashtu bën dhe një vlerësim tjetër që është profilizimi i tij. Pra, vlerëson riskun që mbar secili klient. Kjo realizohet duke përdorur një sistem pikëzimi që kemi të implementuar në BKT, në mënyrë që të përcaktohet edhe niveli i riskut që ka ky klient. Në momentin që ne arrim në një përfundim, një vlerësim total të klientit, atëherë jemi të aftë që t'i japim atij edhe kushtet e kredisë që do t'i ofrohen specifikisht i klienti. Që do të thotë, këto janë të lidhura me shumën maksimale të kredisë që mund të marrë klienti, normën e interesit që i takon atij, pra në bazë të pikëve që ka grumbulluar, afatin maksimal të kredisë, numrin e bashkëkredimarrësve që mund t'i duhet të ofrojë, si dhe dokumentacion nevojshëm për të aplikuar për kredi. Banka Kombëtare Tregtare është në fazën që procesin e aplikimit po tenton ta bëjë edhe më të thjeshtë për klientët. Teksa shërbimet po shkojnë drejt digitalizimit, edhe aplikimi për kredi në BKT do të thjeshtohet pa qenë e nevojshme prania fizike në bank. Klientët në vitet e fundit janë bërë më të ndërgjegjshëm dhe bëjnë edhe një planifikim financiar përpara se të vinë kërkojnë një kredi. Pra janë pak më të qartë për mënyrën se si funksionon kredia. Në këtë mënyrë për neve janë ulur rastet që skualifikohen thjesht për kritere të thjeshta që mund të jetë mosha apo niveli i ulët i pagës. Kush janë ato gabimet kryesore që bëjnë individët kur aplikojnë për të marrë një kredi konsumatore? Gabimet më të shpeshta mund të jenë që klienti mundohet që të marrë një shumë që mbase realisht mund të jetë më e lartë se sa ajo që i nevojitet. Ose për shembull kanë prirjen që të zgjedhë një këst pak më të lartë me idenë që ta shlyejnë kredin sa më shpejt, por ndërkohë kjo mund të rezultojë në një rëndesë të buxhetit të mujor pastaj të klientit. Gabimet të tjera që mund përmenden janë mungesa e informacionit të plot, megjithëse thashë që klientët janë bërë më të ndërgjegjshëm, megjithatë prapë nuk ndalen që të kontrollojnë të gjitha kostot që mund të vinë me një kredi të re. Ose për shembull nuk analizojnë shpenzimet e ardhshme që mund të kenë ata si individ apo si familje.
ose mund të nënvlerësojnë kreditë ekzistuese që kanë angazhimet ekzistuese për kreditë të tjera që mund t'i kenë ndërkohë aktive. Pra të gjitha këto mund të çojnë në gabime të cilat më pas rëndojnë klientët financiarisht. Kredia është një mjet financiar që nëse përdoret sakt të ndihmon në blerjen e një banese apo në kryerjen e një investimi, por nëse nuk përdoret sakt, ajo do të kthehet në një barë për gjatë gjithë jetës apo në një periudhë afatgjatë. Ndaj ka vetëm një rregull të artë, thjesht të informoheni sakt për të gjitha kostot që do të duhet të paguani deri në mbylljen totale të kredisë. Një kredi nuk është asnjëherë as e keqe as e mirë, është thjesht përgjegjësi. Por përveç kredisë konsumatore që merret për nevoja të shpejta, kredia për blerjen e një prone që zgjat rreth 20 apo 30 vite ka njohur një rritje të pandalshme që pas vitit 2020 të pandemisë. Pas kredisë konsumatore, do të ndalemi tani tek informacionet për kredin për pasuri të patundshme dhe do të zhvillojmë një bisedë me Aurora Mingon, që është zëvendës drejtuese bankingut individual në Bankën Kombëtare Tregtare. Përshëndetje, Aurora. Përshëndetje. Teksa kredia konsumatore pam që kishte një lloj sezonaliteti gjatë periudhës pranverës edhe verës. Çfarë mund të themi për kredin për pasuri? A ka jo një lloj sezonaliteti apo është e njëtrajtshme për gjatë gjithë vitit? Kredia për pasuri të patundshme nuk ka të njëjtin sezonalitet si kredia konsumatore. Kjo përgjithsisht varet nga në periudha kur një familje do vendos që të blejë një shtëpi apo kur vendos që të bëjë një investim afatgjatë. Pra kjo nuk varet nga stina apo një periudhë caktuar, një muaj të caktuar të vitit, ka një trend të qëndrueshëm. Unë do thej që kjo varet më shumë nga normat e interesit, nga çmimet e pasurive të patundshme, nga dinamikat që ka vetë tregu imobiliar. Pra, nëse në treg ka një ofertë, pra një bank hedh një ofertë të një norme interesi, normë preferenciale, një normë të ulët, pra bën një fushat, në këtë moment do jetë interesi më i lartë. Pra, mund të themi që kredia për pasuri të patundshme ka një trend afatgjatë sesa sezonalitet. Normat e ulta të interesit e kanë bërë kredin për shtëpi tërheqëse për huamarrësit. Rritja e çmimeve në vitet e fundit për pasuri të patundshme ka rritur dhe kërkesën për kredi nga familjet shqiptare. Investimi në një pronë duket se është vendimi i duhur për të ardhmen. Ajo që po financohet më shumë vazhdon të jetë blerja e banesave për qëllime strehime. Por nuk mbeten mbrapa, edhe investimi në vila, siç e dini edhe në kryeqytet ka zona të dedikuara që janë komplekse banimi me vila dhe ku çmimet janë në një nivel shumë më të lartë se sa pjesa tjetër. Nuk mbetet mbrapa investimi në zonat bregdetare, kryesisht në Vlorë, Sarandë, Durrës. Kryeqyteti është gjithmonë zemra e tregut. Pavarësisht disa kufizimeve për financim 100% të blerjes së shtëpisë nga ana e Bankës së Shqipërisë, kërkesa për blerje mbetet ende e lartë dhe duket se do të vijojë më tej. Mendoni që e njëjta qasje, i njëjti interes do vazhdojë të paktën edhe në një periudhë të afërt? Me të njëjtën kërkesë trend do të përballemi, mund të përballemi? Mendoj që trendi do vazhdojë të mbetet i njëjtë. Siç përmenda pak më parë, domethënë këto 5 vitet e fundit trendi ka qenë rritja. Edhe tregu imobiliar në vetë është zhvilluar dhe po vazhdon të zhvillohet. Paralelisht, kërkesa e lartë për kredi është nxitur dhe nga normat e ulta të interesit. Kredia për shtëpi në 2 vitet e fundit po dominohet nga monedha vendase. Nëse një çift, një familje e re, ka të ardhurë të qëndrueshme, sot mendoj që është më lehtë të marrë kredi se sa disa vite më parë. Sepse dhe bankat kanë lehtësuar procedurat, kanë lehtësuar kushtet e kreditimit, normat e interesit janë më të ulta, afati i ripagimit kredisë është më i gjatë. Pra të gjitha këto e bëjnë më të thjeshtë që një çift i ri apo një familje e re sot të marrë një kredi për shtëpi. Po ka dhe një pyetje që më bëhet kaq shumë, besoj edhe ty, në mënyrë të padiskutueshme dhe çdo njeri që punon në bankë, të gjithë pyesin,
Monda, ku mund ta marr kredin, kush janë bankat që ofrojnë me normën më të lirë të interesit? I them, zakonisht mos shikoni vetëm atë normën e interesit se është vetëm një nga treguesit e mundshëm. Po ju për shembull, çfarë do t'i thoni gjithë qytetarëve që mund të jenë në fazën që duan të aplikojnë për të marrë një kredi? Kush janë ato kostot kryesore, po themi, të kredisë dhe ose vetë BKT-ja? Çfarë ofron për kredimarrësit e saj? Atëherë, ne si BKT ofrojmë nisë produktesh për çdo individ që kërkon të marrë një kredi për shtëpi pranë nesh. Kemi produktin standard, që është produkt do kredi hipotekor për blerje shtëpie, dhe sidomos për klientët që marrin pagën në BKT, përfitojnë një normë të ulët të interesi. Kemi kredin hipotekore për emigrantët, kemi kredi hipotekore për shtetasit kosovar, kemi kredin hipotekore vetëm interes, e cila është, në fakt, për këtë do thoja që është i vetmi produkt që është në treg, pra ne jemi inovatorët e këtij produkti, që thot klienti deri në 7 vitet e para të kredis, paguan vetëm interesat e kredis, dhe më pas paguan principal plus interes. Ky produkt është shumë i vlefshëm sidomos për çiftet e reja, për familjet e reja, sepse në vitet e para të kredis, dihet që për një familje dhe të re, shpenzimet janë të larta. Aurora, çfarë do t'i thonit ju një familje apo një individi i cili është në fazën që do të bëjë një aplikim për të marrë një kredi për të blerë një shtëpi? Çfarë duhet ketë ai parasysh? Që në finale kredia mos të kthehet në një dhimbje koke, po të vazhdojë, le të themi, qetësinë financiare familjare. Këshillimi kryesor është që një familje mos të ketë atë qëllimin sa mund të marrë, por sa mund të paguaj dhe sa mund të paguaj në mënyrë të rehatshme gjatë gjithë afatit kredis. Kjo është e para. E dyta, duhet kuptoj mirë kushtet e kredis. Pra të lexoj kontratën, kuptoj komisionet, afatin e kredis, ripagimin, pra nëse ka ndonjë paqartësi, prandaj janë këshilluesit financiar. Pra edhe stafi jonë në dek, në çdo moment mund do të ndihmoj një familje që të marrë një vendim të duhur, sepse dhe ne kemi atë tendencën që klienti të marrë atë që duhet të marrë dhe që i shkon për shtat. Një këshill tjetër e rëndësishme është që kredia të merret në monedhën që familja gjeneron të ardhurat, që nese pas nese mos jemi të ekspozuar nga kursi këmbimit. Po. Pra, unë do thoya që një klient i informuar merr vendime më të mira financiare. Informimi është investimi më i lirë që mund t'i bëni vetes përpara se të merrni një kredi. Një firmë që zgjat vetëm pak sekonda mund të ketë pasoja financiare që mund të zgjasin për vite me radhë.